Horoskopi ditor është shtunë 22 mars 2025. Dashi, ju pret një ditë pozitive, gjatë së cilës do të keni mundësi që të bini në sy. Parashikohen mundësi të shumta për të shfrytzuar në favorin tuaj, ndaj mos i lini që t'ju ikin. Po ashtu mund të kthehet diçka nga e kaluara. Demi, kjo shtunë favorizon takimet dhe kontaktet me të tjerët. Përfitoni nga fundjava për të frekuentuar njerëz të rinj dhe vende të reja. Kjo pasi mund të krijohen situata të cilat do të sjellin zgjidhje për një sër problemesh. Binjakët, kjo ditë do ju gjejë nervoz dhe të tensionuar në çdo sferë të jetës. Tregoni të kujdesshëm, pasi kjo gjë mund t'ju shtyjë që të bëni gabime. Edhe në dashuri parashikohen probleme, ndaj bëjeni syt katër. Nga porrja, keni dëshirë që të ndryshoni diçka dhe të jeni më të lirë. Parashikohet një ditë gjatë së cilës nuk do ketë ndonjë të re, por do të jeni shumë më mirë në raport me ditët e kaluara. Luani, parashikohet një fundjavë mjaft interesante për gjithë ata që duan të udhëtojnë. Duke frekuentuar ambiente të reja mund të lindë ndonjë emocion i ri. Sfera sentimentale do të jetë më e përmirësuar. Virgjëresha, kjo ditë do të sjellë me veten ndonjë shqetësim, por vetëm në lidhjet më të vështira. Duhet të rrini të qetë, pasi është një periudhë kalimtare dhe situata e ndjenjave do të vijë duke u përmirësuar. Peshorja, hëna do të jetë mjaft të favorshme gjatë kësaj fundjave, ku mund të ketë zhvillime interesante. Të shoqëruarit me njerëz të qetë do të bëjë që të ndiheni mirë. Megjithatë, për shkak të ndikimit të Saturnit, do të duhet të lodheni më shumë për të marrë rezultatet e dëshiruara në punë. Akrepi, kryefjala e kësaj dite është rregulli. Qëndroni larg konfuzionit, pasi në të kundërt rrezikoni që të përballeni me të papritura. Në punë parashikohen të reja interesante, sidomos nëse keni një aktivitet tuaj. Shigjetari, mos lejoni që të manipuloheni apo të bini presh shantazheve morale. Doni që t'ju jepni shumë të tjerëve, por në të njëjtën kohë nuk ju pëlqen që të ndiheni të detyruar dhe për këtë arsye disa lidhje mund të ndihen në krizë. Mund të jeni pikërisht ju që do të kuptoni se çfarë ka që nuk shkon.
Britsjapi. Duhet të tregoni të durueshëm, pasi vetëm kështu do të merrni atë që dëshironi. Shumë prej jush do të kenë avantazhe të cilat deri më tani nuk i kanë patur. Ujori. Gjatë kësaj fundjave, do të tregoni të fortë për të përballuar çdo pengesë. Kjo është unë do të sjellë rikuperim të ndjeshëm. Shmangni sa më shumë komplikimet dhe flisni më shumë për dashurinë. Në këtë moment keni nevojë për një lidhje të lirshme dhe pa shumë mendime. Peshqit. Tregoni të kujdesshëm, pasi edhe gjëja më e vogël mund të shkaktojë nervozizëm të madh tek ju. Shumë nga të lindurit e kësaj shenje do të ndihen të acaruar. Do të ndjeni konfuz pa mas. Në vendin e punës mund të merrni ndonjë përgjigje më shumë, por gjithmonë me anë të kompromisit. Një rinovim kontrate mund të hap mundësi të mëdha.